Kanë kaluar më shumë se 3 muaj që kur kjo ndërtesë pas meje heshti. Dhe më shumë se një vit që kur vendi u fut në ngërç institucional. Por sot, në orën 17, dyert e sallës plenare hapen sërish. Nuk është thjesht një pritje për fillimin e legjislaturës së 10, por është edhe prova finale nëse klasa politike e ka gjetur gjuhën e përbashkët. Pos kuvendit pritit janë që sot të formohet edhe qeveria. Me Albulena Haxhiun nga vetëvendosje që rikthehet si propozim për kryetare të kuvendit dhe një konsensus të paralajmëruar nga kryetari i legjislaturës së 9, Dimal Basha, pyetja e madhe mbetet, a do të mjaftojnë numrat sonte për t'i dhënë fund bllokimit të legjislativit, qeverisjes me kompetenca të kufizuara dhe për t'i hapur rrugë presidentit të ri apo rizgjedhjes së presidentes. Kryetari i kuvendit Dimal Basha, pas takimit të djeshëm që pati me udhëhecët e partive politike, tregoi që është arritur konsensus edhe për kryetarin e kuvendit, edhe që 5 nënkryetaret, përfshirë edhe atë të komunitetit serb, të votohen në pako. Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës do të drejtohet nga deputeti më i vjetër i kuvendit, Avni Dehari nga lëvizja vetëvendosje, i ndihmuar kësaj radhe nga deputetja më e re, Fatma Taçi nga Partia Demokratike Turke e Kosovës. Po si pritet të shkojë kjo seancë konstituive? Deputetët e zgjedhur duhet të kenë para vetës rendin e ditës që nis me formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve. Më pas vazhdon me betimin solemn, zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe më pas të 5 nënkryetarëve. Deputetët e subjektit që ka fituar më së shumti mandate në zgjedhjet e fundit, ata të lëvizjes vetëvendosje, do të ulen në mes të sallës, pra janë 57 gjithsej. Ata të Partisë Demokratike të Kosovës, gjithsej 22, do të ulen në anën e djathtë nga perspektiva e kryesuesit të seancës, kurse 15 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të ulen në anën e majtë të sallës plenare. Ulësit e tjera do të ju takojnë deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që janë 6 gjithsej, si dhe deputetëve nga komuniteti serb dhe komunitete tjera. Edhe për kryetarin, ashtu edhe për nënkryetaret, kërkohen 61 vota nga kuvendi që ka gjithsej 120 deputet. Në bazë të aktgjykimeve që shpalli kushtetuesja vitin e kaluar për shkak të ngërçit politik, një person mund të propozohet vetëm deri në 3 herë për postin e kryetarit dhe të nënkryetarëve. Nëse konstituohet kuvendi, presidentja Vjosa Osmani duhet të mandatoj kandidatin për kryeministër, që në këtë rast është i pari i vetëvendosjes Albin Kurti. Më pas duhet të thirrët mbledhja e kryesisë së re për ta caktuar seancën për qeverinë. E sipas atyre që tha dje Dimal Basha, këto pritet të ndodhen gjatë ditës së sotme. Kurti, me 57 deputet, edhe me 4 deputet të partive jo shumicë, mund ta bëjë vetë qeverinë. Atij duhen gjithsej 61 vota. Mirë po, ende nuk dihet se a do të vazhdojnë në këtë mënyrë, apo do të bëjnë ndonjë marrëveshje koalicioni me parti tjera parlamentare. Megjithatë, për mos të hasur pengesa në zgjedhjen apo rizgjedhjen e presidentit, do duhet të kishte një bashkëpunim mes partive. Për shkak se në raundin e parë për zgjedhjen apo rizgjedhjen e presidentit që ka afat deri më 5 mars, duhen 80 vota në raundin e parë dhe në raundin e dytë. E nëse puna shkon deri në raundin e tretë, duhen vetëm 61 vota.